ftuara radhës është Silva. Silva është estetiste, e cila do na flas pak për lazerin, për si të mirëmbajmë veten në femrat, që të gjithëve na intereson të dim pak më shumë rreth kësaj. Silva, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Klea, mirë se të gjeta. Jam shumë e lumtur që të kam. Është kënaqësia ime që t'jem sot me ty. Në fakt, shumë pyetje bëjnë shumë goca që ose janë në zhvillim të lazerit, ose duan ta bëjnë. Si funksionon lazeri? Çfarë problematika ka? Atëherë, fatkeqësisht rëndom është reklamuar pak më tepër se ç'duhet ose është egzageruar pjesa e rezultateve të lazerit. Lazeri është një metodë e cila redukton deri në 80% të sasisë së çimeve në trupin ton. Pra nuk është një metodë që arrin që të largojë 100% të tyre apo edhe mos të dalin më asnjëherë në jetë. Është shumë e rëndësishme që të kuptojmë faktin që lazeri është një proces individual, pra nuk reagon njësoj tek persona të ndryshëm, pra tek unë apo dhe tek motra ime, tek personat të cilët janë të njëjtit gjak, por që duhet kemi parasysh që lazeri nuk i largon 100% sasinë e çimeve dhe gjithashtu duhet të bëjmë seanca mirëmbajtje pasi kemi mbyllur seancat e plota. Sa duhet të jenë seancat e plota? Atëherë, në protokoll janë 6 deri në 14 seanca, pavarësisht se reklamojmë gjithmonë një numër të vogël seancash në shumicën e rasteve, patjetër kjo bëhet që të tërhiqen sa më shumë klient, por në realitet në protokoll arrin deri në 14 seanca. Çfarë benefitesh ka lazeri dhe çfarë pasojash ka? Lazeri ka shumë benefite. E para, normalisht redukton sasinë e çimeve, të ndihmon që lëkura jote mos të jetë e irrituar, pra për gocat e cilat kanë përdorur edhe dyllin, ka raste që kanë shumë çime poshtë lëkurës, kanë një lëkurë të irrituar, më të ndjeshme apo dhe hiperpigmentim. Dhe normalisht për sa i përket efekteve anësore të lazerit, duhet kemi parasysh që lazeri nuk ka asnjë efekt anësor. Pavarësisht se ekzistojnë disa mite ku thuhet që për pjesën e shtatzanisë që nëse ti bën lazer nuk mund të ngelesh shtatzënë, domethënë këto janë thjesht mite, sepse realisht drita që lazeri lëshon është një dritë e cila përthithet nga melanina e çimeve dhe nuk arrin që të targetojë lëkurën, muskujt apo organet dhe në këtë rast nuk të shkakton dot asnjë lloj efekti anësor. Po gratë shtatzane mund të përdorin lazer? Shiko, mund të aplikohet patjetër, jo sepse ka një vërtetim shkencor që të jep efekte anësore, por që janë periudha delikate në të cilat ne preferojmë që mos të kryejmë lazer apo dhe shumë shërbime të tjera, por edhe gjatë periudhës së shtatzanisë apo dhe në fund të shtatzanisë, apo dhe pas shtatzanisë, pra në periudhën e gjithdhënies 3 muaj të parë ose pas 3 muajsh mund të aplikohet lazer, por janë periudha shumë delikate që ne preferojmë që mos të aplikojmë. Doja të di, kam parë shumë raste në rrjetet sociale ku lazeri dhe ka djegur. Po, djeg lëkurën. Faktikisht kjo ndodh gjatë periudhës së verës, kur vajzat janë nxirr, pra kanë marrë rreze apo ngjyrë të lëkurës nga dielli apo nga solari, kjo ndodh zakonisht me lazerat me djegje, që ju targeton edhe lëkurën, pra pigmentin e lëkurës, sepse normalisht gjatë verës ne kemi pigment të shtuar, kemi më shumë ngjyrë. Dhe për këtë arsye ndodh edhe që normalisht të digjet lëkura. Kjo është arsyeja pse ne duhet të përzgjedhim specialistët e dur kur ne bëjmë lazerin. Është një faktor i cili mund të shmanget patjetër, jo duke mos e bërë lazerin gjatë periudhës së verës, por duke përdorur lazerin e duhur, sepse ka disa lloj teknologji lazerash të cilat mund të përdoren edhe gjatë periudhës së verës, duke ndjekur me shumë kujdes protokollet e duhura, pra ditët para dhe pas lazerit që nuk duhet të ekspozohemi direkte në diell apo të shkojmë nëpër plazhe ose solar. Ne kemi 2 lloj lazerash, me djegje dhe me xhel. Po, cili është më i rekomandueshëm? Shiko, lazerat ne i ndajmë përgjithsisht me xhel ose me djegje, por që në të vërtetë lazerat ndahen në varësi të valve që ato kanë, pra aleksandrit, diode apo endiag, sepse duhet kemi parasysh ka edhe aleksandrit i cili vjen me xhel, pra në formatin e xhelit. Pra nuk ndahen thjesht është xhel dhe është diode ose është djegje dhe është aleksandrit. Tani normalisht teknologjitë kanë përparuar edhe kanë ardhur formate të ndryshme, siç e thash kemi edhe aleksandritin në formatin e xhelit. Dhe xheli ka një gjë shumë të mirë që të ndihmon sidomos në seancat e para që ti mos të ndjesh dhimbje, pra të vjen pak më komod si procedurë dhe të ndihmon në reduktimin më të madh të sasisë së çimeve në trup. Ndërsa pjesa e lazerit me
me djegje pastaj na hyn në punë, sidomos kur jemi tek seancat e fundit apo të mirëmbajtjes, ku mund të targetojmë edhe ato çime të cilat vijnë pak më të buta, edhe më me pak pigment se sa në fillimet e seancave. Në fakt, unë doja të di se ku e jep më shpejt rezultatin lazeri, në cilat zona? Në cilat zona? Atëherë, zona që përgjithsisht preferohet të bëhen më së shumti me lazer janë zona e bikinit dhe zona e sqetullave, duke qenë se janë zona që ngacmohen vazhdimisht, pra duke u epiluar, dhe normalisht kjo ndikon edhe në trashësinë e qimes, dhe edhe aty janë zona të cilat ne shikojmë pastaj duke patur një qime më të errët, ne shikojmë edhe rezultatin akoma më të shpejt, sepse sa më errët të jetë qimja dhe sa më e bardhë të jetë lëkura, edhe rezultati është më i dukshëm. Shumë njerëz, shumë vajza thonë që lazeri në disa pika, që nuk dua t'i përmendi, nuk u ka dhënë rezultat. Pse ndodh kjo? Shiko, lazeri është një metodë e cila nuk reagon njësoj tek të gjithë njerëzit. Ka dhe raste që nuk është aplikuar si duhet, apo nuk është përzgjedhur mënyra e duhur ose teknologjia e duhur e lazerit që të japi atë rezultatin, por ka dhe raste që pavarësisht se puna bëhet shumë mirë, nuk merren rezultatet e duhura dhe ka disa faktorë që ndikojnë, kemi faktorët hormonal të çrregullimeve hormonale, apo kemi sëmundje të ndryshme si tiroidja, pra sepse normalisht na sjellin çrregullime të ndryshme në trup. Dhe këto janë disa faktorë të cilët ndikojnë edhe në sasinë e çimeve në trupin ton dhe domosdoshmërisht do të ndikojnë edhe tek rezultati i lazerit. Por po ta marrim pastaj me hollësisht ka shumë faktorë të tjerë të cilët ndikojnë. A është kancerogjen lazeri? Jo. Nuk s'ka lidhje fare, domethënë. Lazeri ka shumë vite që aplikohet në përbot. Pajisja para se të dilte lazeri ishte elektroliza, pastaj filloi të normalisht të përparonte dhe doli si pajisje e re lazeri që na ndihmon me reduktimin e sasisë së çimeve, por nuk ka asnjë lloj efekti anësor dhe patjetër nëse do kishte do ishte hequr nga tregu me vite, janë pajisje të cilat janë të certifikuara dhe normalisht ka kontrolle përpara se ato të transportohen, të vinë në Shqipëri apo dhe të dalin nga fabrika të ndryshme në vende të botës. Në cilat mosha nis aplikimi i lazerit? Kjo është një pyetje, një ndër pyetjet më të shpeshta që mua më drejtohet. Lazeri mund të fillohet që pas moshës 13 vjeç, por ka disa kritere që duhet të plotësohen, pra që ti të mund ta fillosh. Dhe normalisht në moshën 18, patjetër që duhet vish të paraqitesh me një nga prindrit. Çfarë kriteresh duhet të ketë? E para, një ndër kriteret, pra për femrat në këtë rast, është që duhet të kenë ciklin, pra të ketë ardhur cikli, që të mund të fillojnë seancat e lazerit, por duhet pasur parasysh që nga mosha 13 deri në moshën 18 apo 20 vjeç është ajo periudha e pubertetit që ti mund të kryesh seancat e lazerit, të ndihmon në reduktimin e sasisë së çimeve apo mirëmbajtjen e lëkurës, por nuk është një ndër rastet ku ti e merr atë rezultatin definitiv, sepse normalisht e një periudhë të pubertetit dhe ndryshimet që vinë në trupin tënd sjellin edhe sasi më të mëdha të çimeve. Pra që nuk është një ndër rastet që ne kemi efektin e lazerit shumë afatgjatë. Atëherë unë jam kurioze të di, në klinikën tënde, a vinë meshkuj apo e kanë tabu? Jo, vinë, me thënë të drejtën, edhe më vjen shumë mirë për këtë pjesë, sepse më përpara vërtet ka qenë tabu, do më thënë që nuk vinin, ne kishim problem të shkonin në përqendra estetike, por tani është normalizuar goxha, si në të gjithë botën, edhe mendoj që është gjëja më normale, që duke qëndruar brenda kornizave të duhura, po flasim për çështje higjiene. Pra meshkujt vinë në shumicën e rasteve të bëjmë për shembull lazer tek zona e sqetullave, që është gjëja më normale që mund të bëjnë. Tani të kalojmë pak tek estetika. Çfarë sugjeron ti? Botox, filler apo thjesht pastrim fytyre? Shiko, injeksionet patjetër tani janë bërë trend për të gjitha gocat. Jam shumë dakord që të bëhen të gjitha, por duke qëndruar brenda disa kontureve, disa kornizave, duke mos dalë nga vetja jote, patjetër që kur ti do të bësh një ndryshim dhe ndihesh më mirë me veten tënde, është gjëja më normale që mund të bësh. Edhe kërkohet absolutisht, është një ndër shërbimet që kërkohet më së shumti. Domethënë pjesa e injektimeve
Pra injeksionet fillerat janë njerë baza në estetik. Pastaj, në qoftë se do ishte në preferencat e mia, unë personalisht edhe kam aplikuar filler, është e dukshme, nuk është se unë e fshet, domethënë, por që kujdesi ndaj lëkurës për mua është shumë kryesor. Ti mund të bësh filler apo çfarë do lloj injeksioni tjetër, por në qoftë se ti nuk kujdesesh për lëkurën tënde, nuk do kesh atë shkëlqimin që dëshiron apo lëkurën e shëndetshme. Tani unë jam shumë kurioze të di se ku ndryshon botoksi me fillerin. Ku ndryshon botoksi me fillerin? Janë totalisht dy gjëra të ndryshme. Filleri është mbushës, pra ne mbushim buzët apo zonat të tjera të fytyrës ku kemi nevojë për më tepër volum, ndërsa botoksi është totalisht produkt tjetër që na shërben në thonjza për neutralizimin e muskujve, për mpirjen e tyre, që ne mos të krijojmë shumë mimika. Dhe duke mos krijuar mimika, kështu ne nuk do krijojmë dot as ato rrudhat që ne kemi aq bezdi. Në cilat mosha nis aplikimi i fillerit? Cilat janë rastet më të shpeshta që të vinë në klinikë? Patjetër duhet të jenë mbi 18 vjeç që të mund të aplikojnë filler apo botox, apo çfarë do lloj injeksioni tjetër. A ka të bëjë për shembull kjo që duan të bëjnë filler dhe botox me vetbesimin? Është edhe ajo, me thënë drejtën, sepse na është servir një lloj ideali i femrës perfekte që e gjen kudo tani, dhe duke qenë se është servir aq shumë, vetvetiu ti ndihesh më keq me veten tënde. Pra ti ke nevojë që të shkosh më afër perfeksionit, që normalisht perfeksioni është abstrakt. Por ama neve na është servir kjo lloj gjëje. Domethënë që duhet të kesh ato buzët pak më të trasha, hundën e vogël, mjekrën më të dalë, ku di unë, ato prekjet që bëhen mollzat më të fryra. Domethënë kjo na është servir më së shumti dhe besoj që nuk ka të bëjë me pjesën e vetbesimit, por është ajo dëshira që ti t'i afrohesh asaj gjës perfekte. Por që nuk ka gjëra perfekte, mendoj unë. Nuk ka gjëra perfekte. Thot një njeri që është i fiksuar në maksimum me perfeksionin. Unë kam qenë shumë e fiksuar. Edhe preket i kam pasur kështu. O do i bëja me patjetër, ose nuk ishte rrugëzgjidhje tjetër. Edhe realisht unë kam bërë disa prekje në fytyrë për filler, po flas. Dhe kam qenë gjithmonë e fiksuar që ti je më afër këtij perfeksionit, por më besoni që nuk mund të jesh aq afër perfeksionit, mos u lodhi, rini në bazën tuaj, domethënë. Çfarë do t'u jepje një këshill të gjitha vajzave ti si estetistie, duke marrë parasysh dhe rastet që të vinë në klinikë dhe mesazhet që mund të kesh të shumta nga vajza të vogla? Është shumë e rëndësishme që ta duan pak më tepër veten, dhe në qoftë se ju vendosni që të bëni trajtime të ndryshme që të dukeni më bukur, t'i bëni vetëm sepse dëshironi të ndiheni më mirë, jo për dikë tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë bëjini vetëm për veten tuaj, që ju të ndiheni më mirë me veten tuaj, ato trajtimet, lazer, fillera, ku di unë të gjitha, domethënë, por gjithmonë vetëm për veten, për asnjë person tjetër. Silva, më falenderoj shumë që të kisha sot në studio dhe për këshillat mjaft të vlefshme dhe për të gjithë pikpyetjet që kishim në lidhje me lazerin, sepse është një temë, le të themi, shumë e vërtetë. Shumë pikpyetje, a është i dëmshëm, a është kancerogjen, a përdoret tek femrat shtatzane? Mendoj se këto përgjigje besoj do hyjnë në punë shumë gocave që i kanë patur këto pyetje me veten e tyre, dhe nuk isha shumë në top form sot, po mendoj që isha mirë goca dhe sa informacione për ju. Faleminderit shumë. Bashk do të shihemi sërish, shpresoj. Me patjetër, për tema shumë më të bukura. Patjetër që po. Do vjen ai ditë që të flas për veten, kam nevojë të flas për veten. Si, po sot kishim thjesht sa shembuj, ça informacione. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit edhe ti. Shumë faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.